Duke patur parasysh edhe këtë që thoni ju, si gjykoni për zotin Ishani? Do ta fitoj apo jo? Unë them që është shumë njeriu mirë, shumë njeri i ndershëm, po në këtë e zgur patrica kur sot populli. Atje duhet një njeri. Unë ju falenderoj zot Rigjisollet mendimin tuaj të lirë, ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt me pyetje. A mendoni se presidenti i ri i zgjedhur, nuk e kemi në detyrë, do të fitojë besimin e opozitës së majt? Do ditë performoj, po dhe opozita e majt, do të lexoj racionalisht ose jo, performancën e presidentit të ri. Përshëndetje. Alo, mirë dita. Mirë dita, urdhëroni. Unë kam besim se e majta do ketë besim ke... Pra do të fitoj presidenti i ri besimin e së majt. Do ketë besim për arsye se edhe ato që nuk u dhanë një emër pa qëllim nuk e bën. Do me thënë, ishin dakord për këtë, se ishin... Në farë mënyre nuk doni zgjedhjet e parakoshme, zonjë, se pa reformë elektorale, pa reformë parlamentare. Shiko, edhe ato nuk ishin gati për zgjedhjet parakoshme, sepse edhe ato si nuk janë të, do me thënë në terezi për t'i bërë këto zgjedhjet parakoshme, dhe në heshtje e pranuan edhe këta, dhe besoj se mund t'a fitojnë besimin. Shumë të majt e kishin uruar. Po, pikërisht. Do me thënë shumë të majt, a i ka marrë goxha telefonata, nga të majtët që e kanë uruar për president. Kjo të regon në heshte që do t'a besojnë. Se e marri vot besimin. Unë ju falenderoj zonjë Rigjisollet mendimin tuaj të lirë, ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër qytetar, mos harroni duke lutur çdo njërin prej jush pa dallim feje, krajine, ideje dhe veçanërisht partie politike. Presidenti është simbol i unitetit të popullit. Përshëndetje. Alo, mi mbroma. Mi mbroma, urdhëroni. Në thonë drejtën, Artur, duke besoj se do të fitoj besimin e të majtës. Pse? Për të vetëm arsye sepse ajo është president 6 mujorsh. Ajo është vënë për 6 muj president atje. Ju mendoni se do kemi zgjedhjet parakoshme, do bjerë presidenti, çfarë? Po, nuk do kemi as zgjedhjet parakoshme, do i japi të regjën ai, do zgjedhet president tjetër, atë që do prap Sali Berisha. Po do ta bëj atë afër kohës zgjedhjeve. Dakor, ky është mendimi juaj. Teknik shkenca jo. Unë besoj që këtu do jemi, unë nuk e gjykoj kështu zhvillimin, megjithatë gjithë secili ka drejtën të ketë optikën. Nano ma moj të keqen veç. Nano hyri në garë për kryetar të Partisë Socialiste, sipas njoftimeve. Okej, faleminderit që ishit në studio, ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër me pyetjen: a do ta fitojë presidenti i ri i zgjedhur besimin e opozitës, a do t'jetë mbi palët? Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Unë e përshëndet dhe përgëzoj shumë president në ri, një djalë i edhe unë personalisht e kam uruar për sukses. Një burr i suksesshëm, një njeri i devotshëm, një njeri që do të menoj për komin, por ku ta personalizën të çunat e bllokut, ato ju ka pason baba e tyre lufta klasa dhe bërën familja dhe bërën parti. Pra ju nuk mendoni se do ta fitoj zotin Ishani besimin e opozitës? Besimin e shqiptarisë do ta besoj. Të opozitës jo, thoni ju. Opozita nuk e ka besimin as në vetveten. Okej, faleminderit zot Rigjisollet mendimin tuaj të lirë, ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin në pritje të opinionit tjetër, lusim çdo njërin prej jush, sa më shumë telefonues. Përshëndetje. Po, urdhëroni. Mi mbrëma, mendimi juaj. Përshëndetje. Nderoj të respektoj. Ishanit i jepi votën dhe nga ana ime. Unë jam i majtë. Jam i majtë. Nderoj ata që janë të mëqur të zgjuar e kuvendarë, popull. Mi quajnë edhe një për të përsëris, Pavlo i Dede, jam i majtë. Dhe unë mendoj se ai do ta bëj punën shumë mirë. Pra mendoni se do ta fitoj besimin e opozitës? Me siguri e ka fituar, e pa diskutueshme. Sepse Partia Socialiste nuk është një grup njerëzish. Majtët janë me qindra, me mira, zotëri. Nuk janë klanet e betonit e të ekurit. Respekt për ti. Faleminderit që sollët mendimin tuaj të lirë, ju uroj çdo të mirë, ne vazhdojmë transmetimin në pritje të opinionit tjetër. Lusim çdo njërin prej jush. Kushdo që ka të drejtë vote, mund të vinë në emision nëpërmjet zërit dhe mendimit të tij. Përshëndetje. Urdhëroni. Po, mi mbrëma, urdhëroni. Nuk do ta fitoj besimin e kësaj opozite të papërgjegjshme. Pse është e papërgjegjshme, mund të më thoni?
Po ajo thjesht mjafton të kishte nxjerr një emër të kishte nxjerr, sot do ishte president krau I opozitës. Mjafton o Nano o Ngjela, do ishin president sot, do kishte fituar dhe Sali Berisha do kishte përfunduar përfundimisht këto. Është pa përgjegjshme kjo opozitë. Megjithatë, opozita tjetër që do vi, që do jetë zoti Nano në krye, jam I bindur, opozita po që do ta përkrajë të presidentin. Unë ju falenderoj që ju sollët mendimin tuaj të lirë, ju uroj çdo të mirë, ne presim mendimin tjetër qytetar, lusim çdo njërin prej jush. Përshëndetje. Përshëndetje zotë. Mirë se erdhët, urdhëroni. Mund mendoj që nuk është problem fare besimi për zotin Nishani. Ai që tani e ka bile, ata I besojnë atij, nuk është puna se si besojnë. Po zoti Rama tha një noter partijak. Po ashtu thotë, po e di që ai beson të gjithë, po ajo shalli se ai do pushtetin me zor në mënyrë konspirative, me marifete, me pazare, me ai është tjetër gjë, nuk është se s'ka besim ai ka besim që të gjitha këto I di, po do të bëj ashtu sepse s'ka mundësi të bëj program, s'ka mundësi të bëj shtet, nuk ka mundësi të ketë një plan. Ju si besoni, zoti Rama do të shkojë në 2013 si kryeministër, apo do të kemi një performancë të suksesme të zotit Nano? Ju kujtoj katarsisin, edhe kujtoj që jemi në situatat ndryshme. Po sa për zotin Nano, unë e kam fshi nga lista fare, ai kot bën zhurmë, sepse ashtu si performoi zoti Nano, një herë duke thonë që një herë duke u lutë që ta zgjedhin, pastaj duke bë kërcënim që po nuk më dhat pëlqimin me 20 votat do bëj namin, do bëj partie, kështu. Nano është komplet jashtëloje. Po Rama mund bëhet president, kështu kryeministër, për hir të krizës dhe konsumit që ka PD-ja, për hir të krizës botërore dhe nepotizmit thellësisht gabuar të Sali Berishës me shok, sidomos Berishës, I cili nepotizmin dhe për atë protagonizmin dhe ca gjëra të tjera I është rrit menja shumë dhe ka dalë komplet edhe ai. Megjithatë, edhe këtë radhë doli I suksesshëm, deri tani të paktën. Po sa të ketë Ramën, po Rama ka këtë shans, të dy kanë shansin që secili prej tyre është bërë I padurueshëm për një pjesë të madhe të popullsisë. Unë ju falenderoj që sollët mendimin tuaj të lirë, ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin në pritje të opinionit tjetër, siç e dini tashmë, deri në fund të kampionatit evropian, emisioni Forum Sondazh do të jetë nga ora 5:30 deri në 6:30 mbas dite. Përshëndetje. Urdhëroni. Alo. Po, urdhëroni. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mendimi juaj. Jam një plak nga zona e Veriut. Qofshi me shëndet, mendimi juaj. E të uroj presidentin e ri. Po. Edi Rama është një kryeneks, është një hilesqar, është një sedërgjima, sa I të koke njeri, a I propozoj diko prej socialistëve se ka socialist shumë të mirë. Pra ka propozuar generalin me mbiemër Leshi, po nuk është pranuar nga shumica, që ka I sugjeruar nga shkrimtari I mirënjohur Ismail Kadareke, kandidatur e Ramës. Nga Edi Rama? Po. Unë nuk e kam një me më falë. Do të ninizojnë, po s'ka problem. Ju mendoni se presidenti I ri do të fitoj besimin e opozitës? Unë e kam shpresë që po, sa është njeri shumë I mirë, shumë I drejtë. Pra mendoni se do të fitoj, me sa kuptoj unë? Unë e mendoj, unë e se po. Okej. Faleminderit zonë që sollët mendimin tuaj të lirë, ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin në pritje të opinionit tjetër qytetar. Lusim çdo njërin prej jush të sjellë mendimin e tij të lirë. Presidenti I ri I zgjedhur I Republikës do ta fitojë besimin e opozitës, kryesisht së majt. Përshëndetje. Urdhëroni. Alo, mirëmbrëma zotë. Mirëmbrëma, urdhëroni. Para se të jepja këtë mendimin tim, do të thoshja një dy fjalë për zotin Nano. Po. Nuk më vjen mirë që bën shantazh Edi Ramës në këtë formë. Unë ato e quaj si një intelektual shumë të mençur. Ai dinte që Edi Rama si kishte votat e para. Dhe e dyta nuk më pëlqen mënyra se si e kërkon. Pasi ai kur ka ikur nga pushteti, nga Sali Berisha është quajtur kryetari I klanit Zenunit, I ka sqaruar këtë me Berishën ai? Është apo s'është? Jo, e kam bërë publikisht. Zoti Berisha, kur bën marrëveshjen për zgjedhjen e zotit Bamir Topi, thanë që janë deklarata politike dhe nuk duhet konsideruar. E kam bërë publikisht të dy. Prandaj si dhanë votën.
Si këto deklarata politike kështu në hava, nuk e kuptoj. Tash i për pyetjen tonë, zonë, këtë shqetësim tuaj në sotëm. Për pyetjen tonë. Megjithatë, do të thoshja që Bujani Shani është një nga figurat që unë e respektoj nga e djasta. Unë nuk jam kështu elektorat fix. Edhe qoftë se doni mendimin tim personal, jo në titullin që kam këtu, po nuk bëni keq. Jo, shumë mirë si mbas interesit tim ku e shikoj. Pa dushim. Edhe bëni shumë mirë. Jeni elektorat inteligent quheni. Edhe për Bujani Shanin si djathtë që është, më vjen mirë, do me thënë unë e njoh nga distanca, nga ekrani, edhe nga mënyra se si flet, edhe nga mënyra se si e dha deklaratën e sotshme për opozitën, ishte shumë paqësore, shumë diplomatike, do me thënë që mos nxeur ujrat. Drejt. Pra mendoni zonjë se do ta fitoj besimin e opozitës? Po, do me thënë ka mendimin sepse Partia Socialiste është një parti që i njeh institucionet. Edhe fakti që ajo një institucionet dhe Bujani Shani është një njeri pozitiv, patjetër që do ta fitoj, thoni ju. Faleminderit zonjë që ishit në studio, ju uroj çdo të mirë, ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt për të patur sa më shumë mendime të lira. Sigurisht, si që shikoni, edhe forumi ka një pjesë të mirë të përqindjes së hapësirës mediatike. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Për atë që ka thatë më parë që janë deklarata politike, se janë politike, janë mashtrime, se do dali tjetëri dhe sot kam thënë kështu dhe mbas 2 vjetës sot që jo po se kisha ptalla atë me popullin, quhet deklarat politike. Quhet o mashtrim ose legenlik e para. E dyta, besimin e opozitës, Bujani Shani nuk e fiton dot sepse ka atë mashtruesin, atë legenin nga mbrapa. Faleminderit që ishit në studio, asnjë fyerje. Jemi në transmetim të drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër qytetar. Luz ka vetëm një kriter në këtë emision, kriterin e qytetarisë. Përshëndetje. Artur Membrëma. Membrëma, urdhëro. Do i përmbani ati postulatit që thoni pa dallim krefe, ide, ideologjie. Sigurisht, juve keni patur gjithmonë hapësirën e duhur. Po, falenderit. Tashti ju pretendoni dhe bëhet shumë e madhe që presidenti do parazit drejtësi unitet kombëtar. Thashtë që është simboli unitetit popullit. Simboli unitetit, po. Në një kohë kur Partia Demokratike si djathtë mbron këtë sistem shfrytëzonjës edhe shtypës. Është qendra e djathtë, nuk është e njëjta gjë, ëh? Partia Demokratike është forcë politike e qendrës së djathtë. Ato janë lojra fjalësh, Artur. Ju jeni ekstremi i së majtës. Socialistët janë qendra e majtë. Jo, të djathtë kapitalizmin duan dhata, rendin e paparazisë, pa drejtësisë. Po, qendra e majtë, çu mund të ndajnë në konceptin klasik. Po le ato amerikanizme, janë amerikanizme këtu për të qulloshur. Do përgjigjesh për pyetjen sepse sigurisht çdo gjë ka një limit. Gjella me krip, kripa me karar, thot populli. Mirë, dëgjoj. Në një kohë kur ai mbron këtë sistem dhe do marr 3 milion lekë për vete për atë postin që ka, në një këtë sistem parazitësh. I vend parazitësh është edhe ai. Do firmos ai për ngritjen e çmimeve, për ju e mbani mend presidentin e Republikës së sistemit diktaturës. Çfarë bënte ai? Përveç se partia që drejtonte, presidenti çfarë bënte? Faleminderit që ishit në studio, unë ju regjistrova abstenim, i ndërgjegjshëm që ju keni të drejtën, keni mendimin tuaj. I vetmi sistem sipas jush është ai komunist që mund të funksionojë. Ju uroj çdo të mirë, por jeni pakic. Jemi në transmetim të drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër qytetar në raport me pyetjen. A mendoni se presidenti i ri i zgjedhur i Republikës do të fitoj mbështetjen, besimin e opozitës? Përshëndetje. Urdhëroni. Po, urdhëroni. Alo, unë mendoj se Nishani do ta fitoj besimin e smajtës. Dëshironi të argumentoni shkurt? Po, dëshiroj të argumentoj vetëm sepse nga sa e njoh nga ekrani, nga bisedat që ka bërë ai, nga konkluzionet që ka dhënë. Njihet për njeri publik racional, pra. Racional. Mendoj se nuk e kemi parë në njërë të bërtas, nuk e kemi parë të shaj, nuk mungon kjo në arenën politike. Ka mendimin se në qoftë do të ishte lejuar opozita të merrte pjesë në votim, ishte lejuar në Edi Rama,
ai do të fitonte edhe shumë vota nga e Majta. Okej, ky është mendimi juaj. Faleminderit zonjë që sollët mendimin tuaj në studio, ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin në pritje të opinionit tjetër qytetar. Përshëndetje. Urdhëroni. Unë mendoj domethënë që zoti Zuriar Nisani do të fitojë besimin e opozitës së madhe, domethënë. Okej. Ju falenderoj që telefonuat, ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër. Sigurisht kush ka të drejtë në votë, pra që ka plotësuar 18 vjeç. Përshëndetje. Mirëmbrëma, urdhëroni. Unë besoj se do ta fitoj, po këtu ka një problem zoti Artur. Që është? Që është sa do e zoti Nishani, zoti të shkëputet nga Sali Berisha. Ky është problemi. Kjo është e lidhur pyetja, zotri, pyetja është ndërtuar në kompleks. Problemi është këtu që dhe ai që është akoma, kështu do ta fitonte besimin. Problemi këtu s'është si as Nishani. Jo, ai e ka fituar, paktën për deklarata publike zoti Bamir Topi e ka fituar. Problemi i Sali Berisha sa do të lë institucionet të pavarura. Nishani është shumë i mirë. Unë nuk po pyes për një arenë në kozmos. Unë po pyes për arenën politike në Shqipëri. Ju keni mendimin tuaj të tjerë. Ne jemi prezent që me të tërë që ka vënd të tërë i ka... Në kozmos dhe po i them, si mendoni ju? Jo kozmos. Të tërë që ka vënd të tërë i ka sulmuar. Ky është problemi. Apo jo? Me prokurore, me avokatër, me... Pra ju mendoni se do ta fitoj besimin e opozitës? Ai do ta fitoj nëse laj. Okej, mendoni se do ta fitoj apo nuk jeni i sigurt? Nëse e lë sala. Okej. Ju abstenuat. Faleminderit që ishit në studio, ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt, kam regjistruar një vot plus në kolonën po do ta fitoj, zotria nuk ishte i sigurt, pra abstenoj. Ne jemi në transmetim të drejt për drejt me opinionin tjetër qytetar. Përshëndetje. Urdhëroni. Përshëndetje. Urdhëroni. Unë desha të shprehim në këtë. Po, jeni i lutur. Dere tani Bujar Nishani ka rekordet e tija politike të shprehuna edhe të përfaqësuara nga puna e tij nga qeveria dhe qendrimet që kanë bajtur. Do ta fitoj sipas mendimit tim. Ne kam regjistruar votën tuaj, po, urdhëron. Sipas mendimit tim, besimin e opozitës, në qoftë se sjellja e tij si presidenti i Republikës do të jetë në përputhje me staturën e tij. Po pra, pyetja e përmbledh edhe këtë, sepse nuk ka si ta fitojë ndryshe në mënyrë fiktive. Të lutem mos. Të lutem. Atëherë në qoftë se sjellja e tij do jetë sjellja e presidentit si simbol i unitetit të kombit, ai do të fitojë. Në të kundërt, pyetja që është zotëri është, si mendoni ju për ai sa i njihni rekordet publike të zotit Nishani? A do ta meritoj dhe i ka në kompleks e para që të ruaj pavarësinë e institucionit, e dyta që vetë pushteti të ruaj një ekuilibër të caktuar, e treta që opozita të jetë racionale. Zotëri, ai nuk ka qenë në pozita shtetërore politike që të shfaqi këto aftësi apo këto. Ai ka qenë në një post politik. Qenia ministër është thjesht në një post politik. Ju nuk jeni i sigurt për një gjë të tillë. Të lutem, ta mbajë. Po përfritni veten, po. Atëherë, ai ka qenë në një post politik. Në një post politik ka qenë korrekt përfaqësuesi i majorancës aktualisht. Tashmë shkon në një pozicion tjetër politik shtetëror, që është presidenti i Republikës. Çfarë kërkon sjellje tjetër? Sjelljet e Nishanit deri tani kanë qenë më korrekte politikisht se sa të disa ministrave të tjerë. Në qoftë se do të shkojnë në këtë drejtim, në këtë sens, ai do të cilët ndryshe, pra ju thoni në qëse, por nuk jeni i sigurt. Faleminderit që ishit në studio, regjistrova dhe ju abstenim. Ju uroj çdo të mirë në këtë moment një hapësirë publicitare dhe përsëri së bashku në studio.
Jetë kampionati Europian i futbollit do të fillojë në orën 5:30 pas dite dhe do të mbarojë në orën 6:30. Pyetja e sotme qëndron. A mendoni se presidenti i ri i zgjedhur i Republikës, zoti Bujar Nishani, do të fitojë besimin e opozitës? Dhe sigurisht këtu përmbledhen të gjitha analizat e mundshme qytetare. Në rast se ju mendoni se ai do të ruajë një distancë të caktuar me pushtetin i cili e propozoi dhe e votoi, se ai do të ruajë një ekuilibër të nevojshëm me opozitën e cila dëshiron të vijë në pushtet, se ai do të respektojë simbolikën e unitetit të popullit. Të gjitha këto në mendimin qytetar. Ne jemi në transmetim të drejt për drejt në pritje të opinionit qytetar në raport me pyetje. Sigurisht duke lutur se cilin prej jush pa dallim feje, krajine, ideje dhe partije politike. Presidenti është i të gjithëve. Përshëndetje. Urdhëroni. Po, urdhëroni. Më vjen keq që nuk komunikuam dot së bashku, shpresoj të mos kemi probleme telefonike të cilat së fundi janë përsëritur. Numri është 044 50 41 12. Presim opinionin tjetër qytetar. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Unë jam i bindur që ajo që do fitoj atë opozitës, por se kuptoj pse dali kundër Salës. Që do të thotë? Nuk ka se dali kundër, të ruaj unitetin e popullit, që do të thotë, të ruaj të drejtën edhe atyre Salës që thoni ju, pra të Partisë Demokratike në pushtet, edhe atyre që janë në opozit. Ndaj është president i të gjithëve. Ndaj jep dorëheqje nga partia në momentin që bëhet, pavarësisht se propozohet nga e njëjta parti, kështu e kanë bërë zoti Mejdani, kështu e bëri zoti Topi. Jam i bindur se Bujar Nishani do të ruajë ekuilibrin ndërmjet palëve. Okej, e kam regjistruar votën tuaj, ju falenderoj që ishit në studio, ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt, thash që e kam regjistruar sepse e kisha vënë gabim për dikë që ishte i pasigurt dhe thoshte në qëse. Në qoftë se ne pyesim si e perceptoni ju. Nga anoni, kur jeni të pasigurt mund ta thoni. Përshëndetje. Urdhëroni. Mirëmbrëma, mendimi juaj zotëri. Nuk më ndërmendja ai mund të ruaj ekuilibrin se duhet njëri arsyeshëm, po. Nuk të do mëndje që opozita të të respektoj atë. Kjo ka qatë tek të 3 vota që dyshin të bardha të një kundër. Pra ju mendoni se ai do ta ruajë ekuilibrin, po nuk do ja ofrojë besimin opozita. Po patjetër ai do ta ruajë, është vetë pozicion i vetë detyra që ai ta mori, përbën në vetë që është njëri që do të afrojë opozitën me opozitën dhe ruajë ekuilibrin. Por opozita do jetë sipas jush paragjykuese. Po patjetër, duke parë të luftë ashpër, domethënë që bëhet për pushtet, nuk e imagjinoj dot që opozita me një krye liderin e tyre ankeq. Okej. Do t'i jap dorën. Faleminderit që sollët mendimin tuaj të lirë, ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin në pritje të opinionit tjetër, duke lutur gjithsecilin prej jush. Ne gjithmonë i lutim gjithsecilin, por në mënyrë të veçantë sot, presidenti është simboli i unitetit të shoqërisë. Përshëndetje. Po urdhëron. Jemi në transmetim të drejt për drejt, lutim çdo njëri prej jush të vinë në transmetim dhe të sjellë mendimin e tij të lirë. Nëse gjykon se presidenti i zgjedhur do të fitojë besimin e opozitës. Përshëndetje. Po urdhëroni. Po. Mendimi juaj. Më vjen pak sa habi kur këtu analizohet një gjellë nga ish kuzhina marksiste-leniniste zotëri. Neve jemi në vitin 2012, akoma fylli është i melodisë marksiste. Kështu që unë mendoj se kjo është një bajgë ndarë për gjysmë dhe si gjithmonë kështu do vazhdojë. Faleminderit. Jemi në transmetim të drejt për drejt dhe zotëria abstenoj, solli mendimin e tij ashtu siç e ka, vetëm ju lutim të respektoni etikën qytetare. Ne ju lutim secilin prej jush. Përshëndetje. Turim. Urdhëron. Vështirë ka që ta fitoj. Sepse ka një ngërç në këtë punë, sa më shumë që të fitoj besimin e opozitës, aq më shumë do humbasi besimin e prandaj është që të distancohet nga partitë politike dhe të ruaj unitetin e shoqërisë. Ju e dini, partia është pjesë, ndërsa shoqëria është një etern. Eksperienca e drejtanishme ka treguar që të gjitha këto poste humbasin besimin e Salës.
megjithëse dalin nga sala. Jo, edhe zoti Medani ka humbur besimin e partisë tij, ka patur probleme, mos harroj. Atëherë në atë rrugë do shkojmë. Po, do të thotë që i kryen mirë detyrën, në rast se krijon probleme partinë që të ka çuar atje. Apo gaboj? Jo, nuk mund të them që gabon, por ne do shkojmë në atë rrugë gjithmonë. Pra ju mendoni se do ta fitojë apo jo? Besimin e opozitës. Unë mendoj që ai do ta ketë vështirë, se vështirë ka që të humbas dhe besimin e salt nga ku ka dalë. Okej. Faleminderit që sollët mendimin tuaj të lirë, ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt. Rikujtoj për ju që emisioni Forum Sondazh nga momenti i fillimit të kampionatit evropian të futbollit deri në mbarim të tij do jetë nga ora 5:30 deri në orën 6:30. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Përshëndetje. Përshëndetje, mendimi juaj. I flas në Domre Elbasanit. Po. Në radhë parë, do të jetë mirë për emisionin që bëni dhe temat pikapit. Për sa i përket urime presidentit të ri, për sa i përket besimit e fiton apo se fiton besimin tek e Majta, unë besoj që nuk i fiton për arsye sepse e Majta është e përqarë. Por kam besim që ai do fitoj besimin e të gjithë shqiptarëve. Kjo është e rëndësishme. E të gjithëve do të thotë vetë Majtës, po ju mund të thoni të shumicës. Po, shumicës, natyrisht. Edhe më vjen mirë për klasën politike të mazhorantës, e cila qolloi në shenjë me nishanin. Uroj si çka mbi emrin tjetër. Të marri gjak në vetull dhe ta maj kryeministrin në shtetull. Ju faleminderit për emision. Faleminderit për mendimin tuaj të lirë, ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë dhe presim opinionet e tjera. Ç'mendojnë qytetarët për performancën që do të ketë presidenti i sapo zgjedhur? Përshëndetje. Përshëndetje Tori. Urdhëroni. Për sa i përket cilës presidentit, unë jem një nga ata persona që të kom thënë se do të nëmbisi të furta pas ashtu doli, edhe ne e populli, se më thënë të gjëgëm se nuk kemi gjithë për të themi të paditur. Po janë nishani nuk do fitoj presidenti janë, të kësë të dyën e ore gjithë shqiptar, por nuk do arrit asit e kur besini. Pse? Si pas jush? Një minut. Kur bën kërkes popullit publiku të votoj për një deputet, kurse deputetet ti nuk pranojnë të votojnë sa dhe parlamentit për një, se nuk është pronë institutit presidentit, nuk është pronë i Tirans as i Saliut. Ata jenë prezent parlament dhe deputetet ti nuk linë të votojnë. Po ju kuptoj, pyetja është që ai është i zgjedhur tashmë. Nuk do të arrit ta fitoj. Nuk do të arrit ta fitoj. Ja. Faleminderit zotëri që sollët mendimin tuaj të lirë, ju uroj çdo të mirë. Ne presim opinionin tjetër dhe lusim çdo njërin prej jush. Ç'mendojnë qytetarët për performancën e ardhshme? Cili është perceptimi i tyre? Kjo është pyetja. Përshëndetje. Alo. Urdhëroni. Fillimisht po jap opinionin dhe pastaj urdhëroni. Unë mendoj që do të thënë po abstenoj më mirë. Po mirë. Se abstenoj, na i sqaroni lutem. Abstenoj për arsye se nuk e di, do të thënë nuk mund ta paragjikoj zot Nishani që do të thënë që nuk do të arrijë ta fitojë besimin, por atë që do ta filloj. Prandaj më mirë po abstenoj. Tani pse pa abstenoj. Unë personalisht jam i marrë, edhe për anë kam respekt si person e tjerë, do të thënë njëri i qetë, konstruktiv e tjera. Po problemi është ai do të ketë atë mund si president në ndryshim e ju dëgjoni me shumë vështirësi. Faleminderit, pra ju nuk ishit sigurt për performancën e zotit Nishani në raport me opozitën, ju uroj çdo të mirë. Ne presim opinionin tjetër. Përshëndetje. Mirë mbrëma, urdhëroni. Ju uroj gjithë të mirat njerëz. Po, faleminderit, urdhëro. Për mendimin tim për këtë çështje, nuk flas se jam analist si puna juaj, nuk jam njëri i thjeshtë. Keni drejtën e fjalës dhe mendimit si gjithë. Dhe i kuptoj të gjitha situatat politike, qoftë majtët, qoftë djastët, për ne popullin, janë minusi më i madh që ekzistojnë dhe drejtojnë këtë shtet. Se popullin e ka dhënë rrugë të madhe, sa për djeni, dhe për Nishanin, dua të them, është i respektuar, është njëri shumë i mirë, ashtu siç edhe ti më fal që as ka bërtitur, as ka shar. Unë personalisht e kam parë kurrë në këtë nivel. Ka folur i qetë, nuk do ta marrë dot besimin e popullit dhe të Partisë Socialiste.
sepse është mbështetur nga Berisha direkt dhe nga njerëzit e tij mbështetësh. Po, edhe zoti Bamir Topi ka qenë mbështetur nga Berisha, ka qenë kryetari i grupit PD-s parlamentar. Berisha është një kryeministër që premton dhe mashtron shumë. Po, unë se kuptoj në raport me pyetjen e sotme. Megjithatë, ju falenderoj që sollët mendimin tuaj të lirë. Ne vazhdojmë transmetimin në pritje të opinionit tjetër. Lusim çdo njërin prej jush. Përshëndetje. Mirëmbrëma, urdhëroni. Zoti Artur. Urdhëron. Unë të dalloj në sy që edhe ti je me atë që është zgjedhur njeriu duhur. Edhe turoj. Ky është një njeri që do të drejtoj popullin ashtu siç duhet ta drejtojë një president i një figure të lartë. Dhe po të them dhe këtë. E njoh kysh nga prindrit e tij. I ka patur se kanë një bindje njerëzit, kush është me PD-n do të ketë një persekutuar. Nuk është i persekutuar. I njoh të Jatin edhe të Jemën. Kanë qenë në nxënës i tyre. I Jati ka qenë drejtor shkolle, zotni burr. E Jema zonjë, grua, mësuese që ka fituar respektin e të gjithë dashamirësve. Ju mendoni se do ta fitoj? Do ta fitoj, sepse ai e do gjithë popullin. Ai është njeri i ndershëm, njeri i rregullt, i pakorruptuar, dhe Berisha këtu ka fituar pikët për të mos thënë 100%, po 1000%. Është politik bërës i zgjuar zoti Berisha, nuk ka zgjedhur rastësisht zotin Nishani. Se mund kishte kaluar ke zonja Topalli, po? Bravo. Ai ka larg pamësi nga pikpamja politike, sipas mendimit tim personal, mund të gaboj edhe unë. Faleminderit zot Rigjeshit në studio. Ju uroj çdo të mirë. Pra ju mendoni të regjistrova se do ta fitoj besimin e opozitës. Ne jemi në transmetim të drejtë për drejtë në pritje të opinionit tjetër. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, urdhëroni. Para se të themi që a do ta fitoj zoti Nishani besimin e opozitës, ne në rast parë do ta shikojmë si do drejtoj si president. Do të njohim si politikanë dhe si ministër. E para e dyta, me fjalë, mbahet pastaj sa politike do ndjeki opozita. Nuk ndjeni e sigurt për të thënë nëse do ta fitoj apo jo. Jo. Drejt. Ju falenderoj gjithsesi që telefonuat dhe sollët mendimin ashtu siç e keni. Ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e drejtë për drejtë në pritje të opinionit tjetër qytetar. Socialist apo demokrat, minoritar apo çam, me parti apo pa parti, social-demokrat apo republikan. Përshëndetje. Urdhëroni. Shiko, presidenti që u zgjodh, sinqerisht është me të vërtetë njeri shumë i goditur. Ka përjashtuar dhe ata dy tjerët që shumë i gjetur, jo i goditur, shumë i gjetur. I gjetur, po i goditur, po i thoj. Jo, ka tjetër konotacion i goditur. Hajde, ne se marrim ashtu si thonë. Por edhe dy të tjerët që bëndorejtje dhe ata ishin njerëz të mrekullueshëm. Që u tërhoqen, po. Po që u tërhoqen, natyrisht. Por është fatkesi për një opozit që kemi ne në Shqipëri, kjo është fatkesia e këtij vendi. Se opozita shqiptare ka argument, vetëm si ato ke para ato gratë që thotin gratë llafazane, fol shumë dhe çfarë japi si. Pra ju do i mendoni se do ta fitoj apo jo? Shiko, desha të bëj pak them diçka për presidentin e ardhshëm. Ai jo që do ta fitoj, ai është një në pamje të parë është i mrekullueshëm. Shiko, sot për sot, zoti Artur, politikan më i mirë dhe më i mirëfillt, se doktor Berisha sinqerisht nuk ka. E los politikën. Po flasim për zotin Nishani, jo për zotin Berisha. Shiko, e morën vesh pra. Faleminderit zonjë, sigurisht propagandën mund ta bëni tavolinat e juaj, keni drejtën tuaj, po këtu ka një kriter për të ndjekur. Ju uroj çdo të mirë. Jemi 33.3% që do ta fitoj, 33.3% që nuk do ta fitoj dhe 33.3% që nuk ndihen të sigurt. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Allah e dhe tani nuk e beson. Nuk e beson. Dëshironi të argumentoni pse? E di do të ka marrë të tëra demokratja. Ne të tëra anër. Në tinë e mjetë të popull. E sa do presim. Sa si vënd nuk na... Po. Ju falenderoj zonjë që sollët mendimin tuaj, ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e drejtë për drejtë, kemi edhe 15 minuta hapësirë mediatike. Përshëndetje. Urdhëroni. Po, mendimi juaj. Po, pyetja që shtoni ju,
vlen të kuptoj një kuptim shumë të largë. Që do të thotë? Që do të thotë që kjo nuk Kënë se të ndërthejnë nesër ma mirë për janë pushtet. Është një opozit agurzez, është një opozit bandë si vetëm qëtif e vulluret, edhe se vetë në mërë popull. Në mërë popull kënë pasfor komunistat, ato që i shpëzun popullin 50 vjetë e shpërësun e shpërësun. Ata përgjithsisht artikulojnë me këtë term, në emër të popullit opozitar. Opozita do të flasë në emrin e opozitës, në emrin e vetë. Populli opozitar, ata që i kanë votuar. Nuk është gjithë populli opozitar, është një pjesë opozitar. Si të bërë gjithë populli ai që qeveris. Pra është një pjesë që qeveris më e madhe se pjesa më e vogël e opozitës. Një burë shteti Sali Berisha që e ka godit, e ka zellur Buja Nishani një burë shumë shëmëllor, një kuadër Pra me doni se zoti Nishani do ta fitojë besimin e opozitës? Socialistëve të nëshëm, po, pa nëshmit ja. Okej, nuk jeni sigur. Faleminderit që ishit në studio. Jemi në transmetim të drejt për drejt në pritje të leximit të perceptimit tjetër qytetar në raport me performancën e presidentit të zgjedhur dhe raportet e tij me opozitën. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Mirë ishte që Fatosnana, sepse ishte krahu i djathtë e besimit. Jo, nuk bëhet më. Po, është gjunov që treshja Nana, Berisha dhe Ilirmeta të ndajshin sepse kanë bërë Shqipërinë dhe popullin lule për 22 vjetë. Gjithë të mirat. Gjithë mirat dhe ju abstenoni. Jemi në transmetim të drejt për drejt, nuk ka asnjë filtr, është rastësia telefonike që ju përzgjedh. Përshëndetje. Urdhëroni. Përshëndetje. Po, mendimi juaj. Mendimi im është që për do t'ju parashtroj në formë pyetje mendimin tim. Ku ka qenë zotin në ditën e rrëdhimit të busit të diktatorit dhe përgjigja nëse ka besim. Po ka qenë Akademinë Ushtarake, mos gaboj. Po atje ka pas një grup e protestuesit. Jo, këtë kolegu Alfred Peza e ka kundërshtuar, sepse e ka njohur nga afër dhe nuk e ka pranuar një gjë të tillë. Atje ka pas një grup me anë. Po nuk ka bërë pjesë zoti Nishani ka ai grup. Si pas zotit Alfred Peza, kolegut Alfred Peza. Në regull... Pra, është abuzim politik. Do përgjigjeni për pyetjen. Jo, mos e ish një linjë. Ka besimin, përgjigja e ka besimin. Por, do ta fitoj pra, si pas jush. Ka më besimin, që do ta fitoj, ka besimin e opozitës. Okej, faleminderit që ishit në studio. Ju solla një referencë publike të zotit Alfred Peza, drejtorit të informacionit pranë Vision Plus, që ka mbaruar dhe i Akademinë Ushtarake dhe ka kundërshtuar në emision direkt një teori të tillë. Përshëndetje. Urdhëroni. Tani nuk e kuptoj se besimi është demokraci dhe këtu demokraci nuk ka. Këtu që demokracia duke qenë kulturë dhe besim, ajo tregoj se tërë qytetrimet e hershme që ra nga shtypja e popujve. Dhe neve jemi pikrish aty, atëre çfarë besimi mund të krijohet kur gjithë bota bërtet konsensus, që është demokraci dhe ky i fundit, dhe ne nuk kemi, por përkundrazi krijuam një politizim të tërë institucioneve në dorë të njëshave. Pra ju nuk mendoni se do ta fitoj? Jo, unë e kam fjalën këtu për këta militantët që flasin. Kanë të drejtë në tyre, kjo është demokraci. Edhe t'jenë militant, kanë të drejtë në tyre. Jo, ata janë, ne jemi shoqëri e primitivizmi social, do më thënë, dhe militantizmi, po e merë mi qartë të dhëmë, faleminderit. Do përgjigjeni konkretisht për pyetjen tonë? Është pra që s'ka demokraci dhe është regjim. Po, nuk e zauron pyetjen korekte dhe konkrete. E zauron sepse e pa, ajo që ndodhi dje, ndodhi dhe 21 prill kur u prish kushtetuta. Okej, ju nuk ka problem, nuk e ju regjistrova në kolonën abstenim se nuk arrit ju lexoj në raport me pyetjen korekte dhe konkrete. Sigurisht shqetësimin keni drejtën ta mbani. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Unë mendoj se ka fituar besimin. Përderisa ka marrë 73 vota që kam deklaruar me kohë që do të jetë një politik dhe giganti politikës shqiptare ditë për politikë dhe këto punët. Dhe bravo i qoftë. Ajo ka fituar përderisa gjithë president dhe presidenti i Francës kështu është zgjedhur
Janë republikë presidenciale ata. Ata zgjidhen nga populli. Po në populli, po nuk do të thotë që të marrë 100% të popullit ky president. Ka mundësi. Ajo ka fituar. Po, ju falenderoj që sotët mendimin tuaj, regjistrova, kemi 33.3% që mendojnë se do ta fitoj, 30.6% nuk do ta fitoj dhe 36.1% nuk ndihen të sigurt për një mundësi të tillë. Përshëndetje. Urdhëroni. Po, urdhëron. Për sa i përket presidentit i ri, Bojani Shani, ishte një ministër mjaft i mirë, dhe gëzove mbështetjen e opozitës shoqërisht, por nga ana politike është vështirë. Pra nuk besoni se do ta fitoj. Nuk besoni se do ta fitoj besimin. Jo, nuk besoj për arsyën e vetme sepse përderisa deklaroi në publike në parlament që nuk e mbështes, si do ta fitoj? Po fitoj besimin e. Jo, po nuk e kam mbështetur, bile mund ta votoj kundra dhe të luaj në momentin që bëhet president, ka detyrimin të respektoj interesin e popullit, jo të partisë që e ka votuar. Po ishte Diama, po që nuk i leti për të votuar. Natë mirë. Po pra, natë mirë. Okej, juve abstenuat, pra nuk arrit të ju lexoj qartësi për perceptimin tuaj në raport me raportet e presidentit të zgjedhur me opozitën. Ne jemi në transmetim të drejt për drejt me mendimin tjetër qytetar. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Jemi nga Laçi. Po, qofshi shëndosh, mendimi juaj. Mendimi jonë është që të fitoje Bojani Shani ti që sfatës në Sali Berisha nga pushteti. E ka fituar tashmë, është presidenti i zgjedhur. Do ta fitoj apo jo besimin e opozitës? Do ta fitoj. Faleminderit që sollët mendimin tuaj të lirë. Jemi në transmetim të drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër, lusim çdo njërin prej jush të sjell mendimin e tij të lirë në raport me raportet e presidentit të ardhshëm me opozitën e majt kryesisht. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Zgjedhja e Bojani Shanit ishte zgjedhja më e duhur. Po. Në mendimin tim. Pastaj isha diçka tjetër. Kur sinqerisht që prezantuesi më kardar që unë njoh. Kërkojnë ndjesë të ndëruar teleshikues, vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër qytetar. Luz çdo njërin prej jush të vinë në studio dhe t'i përgjigjet në mënyrë korekte pyetjes sonë. Jemi në transmetim të drejt për drejt. Përshëndetje. Artur. Urdhëro. Jogjan. Po. Këtë Bojani unë në njohë që shpejt, po që ka ndrua mirë, ka pas me vete për para më përridu. E ka bëni Shani. Një. E dyta, do të atakuj atë Alfred Pezë, se kjo Bojari ka qenë me armë të pushje në rojë. Unë janë një themelustje të pusë. Unë kam dëgjuar zotin Alfred Peza që e ka kundërshtuar një akuzë të tillë, e ka kundërshtuar publikisht. E kam patur shok dhome, ka thënë zoti Peza. Do të atakoj Alfred Pezën. Po, edhe? Unë e kam shluar me plëmë dhe. Ka kërkuaj atje. E i kemi shpallaluar ata. Okej, ja thoni Alfred Pezën një gjë e tillë. Bëjnë se do kryeministri në rejkëpu. Pra ju mendoni se do ta fitoj apo jo? Po, pa diskutimu, që a thuti. Jemi në transmetim të drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër qytetar. Luz do njërin prej jush të sjell mendimin e tij të lirë në raport me raportet si gjykon ai të presidentit të zgjedhur me opozitën. Sigurisht në tërësi problematika. Përshëndetje. Urdhëroni. Jem Murat Lama. Po, qoftë si shëndosh, mendimi juaj. Pra ju mendoni se do ta fitoj besimin e opozitës? Po. Po. Ju falenderoj, zotri. Ju uroj çdo të mirë. Jemi në transmetim të drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër qytetar. Luz çdo njërin prej jush. Urdhëro. Alo, zot Artur. Po, mendimi juaj, zotri. Përshëndetje. Ju uroj suksese zoti president. Po. Dhe me këtë partie që ka përsoja, ka thënë një lata i shefi i opozitës i Mazarantës, që 30 vjet tjera arrin pushtetin. Pra si mendoni, do ta fitoj apo jo?
do ta fitoj patjetër, po tiki një Edi Rama. Faleminderit që ishit në studio, gjërat ndodhin në mënyrë demokratike, sigurisht ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër qytetar. Kemi edhe një telefonat për sot. Përshëndetje. Alo. Urdhëro. Shpresojmë të kapim dhe një telefonat tjetër, por im edhe 1 minutë më shumë. Në rast se do të jetë e mundur një gjë tjetër. Lëreni 2 zile. Duhet ketë intensitet telefonate. Tash I kaloheni. Përshëndetje. Përshëndetje ato. Urdhëroni. Do tani. Po të dëgjoj ju, mendimi juaj. Unë kam një konflikt interesi me pyetjen tuaj. Po. Konkretisht, për shembull, presidenti nderuar I ka fituar të gjitha zemrat e shqiptarëve sepse është I shqiptarëve. Po. Nuk është I partive. Tani, për atë që ka fituar, do marrim rrobat e tia, pëmirat e tia, e tjera. Ju, se keni futur pikërisht në këtë forum pyetjen, kur neve jeni për presidentin. Unë nuk di për klasën me në këtu. Po, ta shpjegoj unë, e ke pyetje apo e ke retorik? Po, përsa ju e njihni zotin Nishani, është person publik, politik, ka performancë publike, a gjykoni, duhet lexoj perceptimin tuaj, nuk ju kërkoj të bëheni profet. Mos I ngatroni gjërat, nuk thash kush është profeti ta gjej. Mendimin tuaj të lirë. Të më dëgjosh? Po, të dëgjoj, vetëm shpejt se jemi në mbarim. Po, më dëgjoni mua, dëgjojmë shqiptarët të tjetrin, të dëgjojmë dhe tyja. Dhe jemi në politik tek shteti. Ai është përfaqësuesi popullit dhe populli atë është I detyruar ta respektojë dhe ai si puna atia me pikatore do të çojë të mirat materiale në shtëpi të gjithëve. Partitë politike kanë përplasjet me presidentin. Po. Se bën këtë pyetje për të qorollisur popullit? Okej, mos u qorollisni, ju abstenuat. Të nderuar teleshikues, tashmë kemi president të zgjedhur. Me 24 korik do të jetë president në detyrë. Ne tentuam të lexojmë mendimin e lirë qytetar. Nuk kërkuam të bëni asnjëherë profeti. Për sa e njihni, si e gjykoni? Kjo ishte pyetja e thënë në mënyrë sa më popullore. Dhe rezulton si vijon. Në raportet që do të kryojë sipas mendimit qytetar presidenti I zgjedhur me opozitën. Sigurisht në tërësi, në raporte me shumicën, në raporte me qytetarët, në raporte me ata që nuk janë me parti. Ndaj ndërtohet pyetja në mënyrë elastike. Rezulton si vijon, 37.2% mendonin se do ta krijojë besimin e opozitës presidenti kur të shkojë në detyrë. 25.6% nuk e mendonin gjë të tillë, sigurisht gjithë secila nga palët kishte opinionin e tij, kishte nga ata që I referohen raporteve me shumicën e cila e ka propozuar dhe votuar, kishte nga ata që I referoheshin edhe performancës së opozitës, e cila sipas tyre ishte problematike. Mendimi është I lirë. Ndërkohë, të pasigurt për një gjë të tillë, janë 37.2%. Nga unë Artur Nura, miru pafshim nesër mbrëma, mos harroni në 5:30 me 6:30 për shkak të kampionatit Europian të futbollit. Natë e mirë.